Shkëlqësia e tij, ambasadori i Republikës së Slovenisë në Shkup Gregor Presker, i shoqëruar nga këshilltarja e tij zonja Gjule Vishaj, zhvilloi një vizitë në kompaninë distributor të produkteve të konsumit të gjerë Dauti Commerce, ku prit në mënyrë protokollare nga drejtori i përgjithshëm zotëri Xhemail Dauti dhe udhëheqësi i sektorit për import-eksport zotëri Sokol Zeqiri. Gjatë takimit u diskutua për bashkëpunimet aktuale me kompaninë slovene dhe për mundësitë e zgjerimit të mëtejshëm të këtyre marrëdhënieve. Ambasadori shprehu interes për të njohur nga afër me punën dhe strukturën e kompanisë, duke realizuar një tur në përhapësirat e depozitimit dhe sektorët kryesor të Dauti Commerce. Gjatë vizitës, ai u informua rreth koncepteve të funksionimit të kompanisë, si cash and carry, shërbimet për sektorin Horeca, logjistika, si dhe planet e kompanisë për të ardhmen. Të dyja palët shfaqën interes të ndërsjellë për thellimin e bashkëpunimeve me kompani dhe prodhues nga Slovenia. Ambasadori shprehu vlerësim të lartë për profesionalizmin e Dauti Commerce dhe për kushtimin e kësaj kompanie në raport me klientët, duke theksuar se kompania nuk është vetëm një hallk mes prodhuesit dhe konsumatorit, por edhe një partner që kujdeset për cilësinë e shërbimit. Nga ana tjetër, drejtori Xhemail Dauti theksoi se Dauti Commerce është gjithmonë e hapur për bashkëpunime të reja me partner nga Slovenia, duke nënvizuar se përvoja dhe zhvillimi i kompanisë ofrojnë bazë të mirë për bashkëpunime të dobishme. Ai shprehu respekt të veçantë për modelin ekonomik sloven dhe vullnetin për të forcuar lidhjet ekonomike mes dy vendeve mike. Udhëheqësi i sektorit për import-eksport zotëri Sokol Zeqiri gjatë takimit ndau më shumë informacione rreth bashkëpunimeve ekzistuese me disa nga kompanitë më të njohura slovene. Zeqiri theksoi se këto bashkëpunime janë jo vetëm të suksesshme, por edhe në rritje të vazhdueshme, duke kontribuar në fuqizimin e lidhjeve tregtare mes këtyre dy vendeve.